Sëmundja e tenjës te patatja edhe këtë vit ka sjell dëme të konsiderueshme në sipërfaqet e mbjella në fushën e Maliqit. Bëhet fjalë kryesisht për dëmtime në prodhimin e fermerëve të vegjël apo atyre të rinj, të cilët nuk kanë pasur informacionin e duhur për luftimin e kësaj sëmundje, por edhe në zonën periferike të fushës së Maliqit, aty ku rezervat ujore janë më të pakta. Me ndryshimet klimatike me rritjen e temperaturave, ky dëmtues është bërë prezent edhe në Bashkinë Maliq. Sigurisht është një dëmtues që po su tregove kujdes në kohën e dur dhe momentin e dur, sigurisht që shkakton dëme në sasi dhe në cilësinë e prodhimit. Sipërfaqet dëmtuara ka në zonën periferike të fushës së Maliqit, aty ku dhe rezervat ujore janë më të pakta, dhe e dyta eksperienca e fermerëve që merren me këtë kulturë është e paktë. Fermerët e rinj të mos futen direkt në kultivimin e kësaj kulture me sipërfaqe të madhe, pa patur eksperiencë, pa patur të kushtet e magazinimit edhe të njohjes së teknologjisë kësaj kulture dhe mbrojtjes nga sëmundjet e dëmtuesit. Patatet e dëmtuara nga tenja janë tashmë edhe në treg, aty ku qytetarët duhet të bëjnë kujdes në zgjedhjen e produktit që blejnë, por një pjesë e tyre janë ende në fusha, duke mos u vjel nga fermerët për shkak se konsiderohen mjaft të dëmtuara. Kultivimi patates në territorin e Bashkisë Maliq zë një pjesë të konsiderueshme të sipërfaqes bujqësore me rreth 720 hektar.